I dënuari me burgim të përjetshëm për një nga ngjarjet më të rënda kriminale të viteve të fundit, Festim Bexhdili, ka depozituar rekurs në gjykatën e lartë duke kërkuar prishjen e vendimit të apelit posaçëm të dhënë me 25 korrik 2025. Ai synon rishqyrtimin e dënimit maksimal që u vendos për përfshirje në rrëmbimin dhe zhdukjen e jamprengës. Sipas procedurave, dosja në shkallën e 3 të gjyqësorit, i cili është caktuar me short elektronik, mban emrin e gjyqtarit Ilir Panda, i cili do të përcaktojë edhe datën kur do të shqyrtohet kërkesa për rekurs. Bexhdili, i cili në kohën e ngjarjes punonte si kopshtar në kompleksin Golden, u shpall fajtor për disa vepra penale të rënda, përfshi rrëmbimin ose mbajtjen peng të personit, armbajtje pa leje, fshehje apo asgjësim të kufomës, si dhe pjesëmarrje në grup të strukturuar kriminal. Më herët, në korrik të vitit 2024, gjykata e lartë kishte vendosur kthimin e çështjes për rigjykim në apel me jo trup tjetër gjykuese, duke kërkuar rivlerësim të vendimit të dënimit të përjetshëm. Megjithatë, pas rishqyrtimit, apeli e la në fuqi masën më të rëndë të dënimit. Paralelisht me këtë proces, prokuroria e posaçme ka kërkuar dënim me burg për jetë edhe për Altin Hajrin, i cili ndodhet ende në kërkim ndërkombëtar për të njëjtën çështje. Olsi Turja është dënuar më parë me 3 vite burg për moskallëzim krimi, ndërsa në gjykatën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar vjon gjykimi i disa të pandehurve të tjerë në një proces të veçuar.